Po filloj me datën e 9 dhjetorit. Çka simbolizon për ty data e 9 dhjetorit? 9 dhjetori është një ditë e veçantë, unë besoj jo vetëm për mua që kam qenë në krye të një ekipi, po për tërë ekipin që ka punuar në drejtim të antarësimit Komitetit Olimpik të Kosovës, Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, por është edhe një dhuratë e mirë edhe për krejt qytetarët e Kosovës, veçanërisht sportistët dhe të gjithë ata që sillen rreth sportistëve. Njoja Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, pa qenë shteti antar i organizatave të kombeve të bashkuara, është një rast për studim. Është një rast i veçantë. Ka ndodhur përpara, por Karta Olimpike ka ndrruar në vitin 1996 dhe definicioni e countryt në shteti e definon në këtë drejtim edhe të gjitha interpretimet që kanë qenë sa herë çdo bisedë që kemi zhvilluar me përfaqësuesit e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, madje edhe me juristat më eminent të saj, do të thonë është krejt e natyrshme që po flasim për organizatën e kombeve të bashkuara. Kështu që vërtet kjo është një ditë historike për sportin e Kosovës, sepse me njohjen e Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar u hap rruga që të njihen të gjitha federatat tjera kombëtare, por edhe u hap mundësia që të marrin pjesë në lojrat olimpike. Para mendoni mos me pas qenë i njohur Komiteti Olimpik i Kosovës, medalet olimpike nuk do të ishin për Kosovën, do të ishin mbase për shtete tjera, sepse garuesit tonë krejt natyrshëm kanë shkruar me shkumë me mbrojtje gjyra tjera të Shqipërisë apo çfarëdo shtete tjera që kanë pas oferta të jashtëzakonshme. S'mundet me imagjinu çfarë ofertash ka pas, por fal patriotizmit tyne, fal qësaj ndjenjes për shtetin që e ka pas vetë Driton Kuka me Majlindën edhe sportistët tjere me Agronin e krejt ata që janë në krye të Federatës së Judës Kosovës, fal edhe mbështetjes së ministrit të atëhershëm Memli Krasniqit, do të thonë që guximshëm e ka bën një ofertë për ta në mënyrë që të ndalen. Pra, si trashëgimi e kësaj njohjes të Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, sot jo vetëm sportistët e trajnerët që marrin pjesë në kampionate të ndryshme, në garat më prestigjioze, por kemi edhe një seri, një grup të madh njerëzve të cilët shërbejnë si delegat dhe me autoritet, i udhëheqin e kryjnë detyrën e tyre dhe përfaqësojnë mirë dinjiteshme Republikën e Kosovës. Pastaj i ki referet, por kohëve të fundit i ke edhe shumë lider nga Kosova të cilët janë në për funksione të ndryshme në bordet ekzekutive, në komisione të ndryshme, në Komitetin Paralimpik të Kosovës e kemi Njomzën, e kemi Astrid Hasanin në kryetari i Federatës Evropiane të Peshngritjes, por edhe kemi nën kryetar dhe antar të bordeve ekzekutive. Pra, por ke edhe mjek sportiv, ke edhe gazetar sportiv që marrin pjesë në arenën ndërkombëtare, që këto s'kishin me ndodh, po që mos ishte kjo ditë 9 dhjetor 2014. Tash kur ka kalu 19 vjet nga kjo datë, neve si gazetar na interesoi pak pra paskenat. Data zyrtare dihet, po mu shumë më intereson me ditë kur e ke marrë ti vesh personalisht për pranimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, edhe kujt i ke treguar besim në telefonat që Kosova pranohet në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar? Të falenderoj për pyetjen sa shumë interesante. Realisht me 1 shtator të vitit 2014 ka qenë dita e parë kur unë ndisha një master ekzekutiv për menaxhimin strategjik të organizatave sportive në Lozan, ku është edhe selia e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, dhe atë orën e fundit të asaj dite edhe njeriu i tretë në IOC, Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, Pere Miro, një mik i madh i Joni me dekada, edhe na ishim 36 vetë për 36 shteteve, edhe në një moment caktuar më ka pa mu që jem prezent aty, edhe mos së ne ka hjek shikimin
Non-stop të ti? Do me thonë, non-stop, sa që u tërhoq edhe vëmendja tyre dhe kur e kreu ligjeratën, kaloj krejt me radhë, edhe erdhim përqafoj, më kapi për dore, a kam një lajm të mirë për ty. Shajnë që ka? Prit shumë të taku me presidentin Tomas Bach qatë ku. Lajmi i mirë është që mundeni me apliku, por nuk duhet me dit asnjë njeri i gjallë. Edhe tash mund duhet me nejt edhe 10 ditë atje. Edhe i caktun 2 data. Do me thonë fund shtatorit ose me 22 tetor. Do me thonë kur që aplikacionin e përgatitur do të shqyrton të bordi ekzekutiv 15 antarësh. Kthehena në Kosovë, duhej me bisedu, po më me thonë me një ofër 100 njerëz. Për me mbledh informatat edhe me bë aplikacionin që e kanë konsideru pa modesti e them, aplikacionin më të mirë që është bën ndonjëherë në për aplikim. Për aplikim. Por, para se ti marrësha informatat, bisedoja me ta. Të ka ndodhë ndonjëherë një sekret, mos m'ja tregu njeriu gjallë. Thoshin po, se nëse më thu po, edhe nëse më premton që as një njeriu nuk kemi tregu, shkoj matutje. Edhe më premtonin. Edhe do është në konfidencë se cilë. Konfidencë. Do me thonë, unë më të thonë kam plas gazetarë që se kanë marrë vesh, se gjitha ajo bisedë që u zhvillu, në një proces me 22 tetor, me 10 tetore kemi dërzu aplikacionin, ne kemi qu me DHL. Astaj tek në dhjetorë do është mojtë në lidhja. E tash, ruhej konfidenca, një ditë për para, se me mbajt mbledhja 22 tetor, pra dikon me 21 tetor, ndoshta edhe me 20 tetor, gazetat dhe portalet sërbe lajmërojnë që mundet me qenë në rendite pranimi e Komitetit Olimpik Kosovës, Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Në Shretuka. Edhe marrë me të parën e thirrje ato i thëmë, dëbetohem që unë që këmë tregu kërkojt, ka rjes për më me ditë, aj po kesh në tonën tjetër, unë ishën në sikletin më të madhë, dhe na e kena dhënë këtë informat. Na e kemi plasu me përgatit opinionin. Se kesha unë e këtë... Kjo është diplomaci e holla, edhe më shliraj. E tash, ka pas ditën e tretë, ka qenë rend dite. Ata pe ditës tretë, e kanë qitë ditën e parë. Ja kanë ndru dhe ditën. Po. Edhe tash, gazetarët e morën vesh, krejt, edhe pe studions në studio. Tu kalu, se më theshin që ka pëndodhë. Edhe im kanë të shku në emisionin e lajmeve të radio-televizionit 21, edhe që kanë ata në kodër e theshin se dia është ende rregull, jo ndërpreshin lajmet, por mesin në lajme e theshin diken që ka temë interesante në intervistë. Tu hy shkallëve e shot telefoni Peremiro. Edhe allo me të buzëqeshin zakonshme që krijohet, sa të ta dhonim miktandin. Edhe mendova një agimi është Ti të mendu në shqiptar? Po. Edhe thash, okej, faleminderit. Thash, apet do të ndëgjohemi. Por më thot, Besim, this is Thomas Bach. Congratulations. Jeni, do më thonë, nuk pranut përkohësisht në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe në sesionin e ardhshëm do të vendos gjithë pjesëtarët e AJS-së. Veç e di që kom edhe kom hec, isha pa e dit mo ka çka jetë bu. Besën jo, isha kom pas hi një farë si garderobas, diçka të shkallë nëse ke qenë ndonjëherë, kisha hi, edhe aje po që si jam mirë, tha që po ta Peremirën, për zëri ma ktheu Peremirën, edhe pak
pa ku qësoa nëse ata sa arrita me falenderu, edhe po i tham, jam të hi në emision të drejt për drejt, në një televizion, pa të shpallë lajmin, po tha prit e konsultun drejtorin për media. Okej. Edhe Për me marrë konfirmim. po, edhe ai prezent me ta, edhe ai po i thot, nuk o mirë me dal para se na ta shfaqim në websajtin e AJS-së. Se krijon reagime. Po. E tash bisedojsha me Bajram Shalën, edhe në fund pyetja s'kallëzesha, duhe më rujt sekreti. Sakt. Edhe Bajrami po thot, sa përqend beson që ka më pranu? Tash 100%. 100%, tash po. Edhe përfundoj. Amo pa konfirmim me thonë që pranon, domethënë veç përqindje. Domethënë pa dal, Po. pa dal ende, por ai po më pyet sa ka shansa me u pranu. Tash unë disha se veç jemi pranu. Edhe po i them 100%, edhe kur dola e kapa për qafe, thash, ma e men që të fjalinë e fundit, se ma vonë e kuptan. Më këshyre, se besoj që e kuptoj çka po ndodh, pra tani me 22 tetor, pra ka qenë njohja e përkohshme. Po. E pastaj, ka dalë në sesionin e 9 dhjetorit, Ko është konfirmu zyrtarisht. edhe e që u konfirmu zyrtarisht, po kur i pyet kush është në favor, ngrihen dorë, ato është një video, kush do në mundet me shkërku, Po. edhe krejt, ngrihet dorë, ti tash s'mundesh me kuptu që bashkë krejt kanë votu, shihen durt, po s'mundesh me kuptu se dikush mundet. O shumë hapësirë e madhe. Shumë hapësirë e madhe, 100 e kusur vetë. Edhe baje gjithë ndonë, kështu, edhe pyet, a ka kundër? Asni. A ka të abstenuar? Asni. Edhe ai befasohet pak, atëherë thot urime, edhe fillon me na prezentu si delegacion. E tash që tu po du munal. Hajdet a jemi në valë njëta. Që tu po du munal. Rruga, kur të kaftu prej Ulsës, me shku deri te Bina. Me pranu plaketën e pranimit që ka qenë edhe fjalimi, çka ke mendu gjatë qasoj periude edhe sa ka qenë i vështirë fjalimi për ty? Unë i kom pyet prej Prishtinës, a dohet me pasu në ndonjë fjalë. Nuk praktikohet. Edhe Blanko, me dur në gjepa. Dikon s'pojmë sigurt, edhe ndoshta 15 minuta për para, unë vjen një jurist, edhe më thot Besim, keme pas fjallën. Edhe edhe jë mull, që aty shpejt, prej një blokot që gjeta në tavolinë, që jenë këto në gjyrë të verdh, të vogla. Po, ato stikerat. Stikera, bravo. I kom marrë, edhe një 5-6 fletë, edhe ja kom nisë, që ka me thonë, që shtu shpejt. Edhe e lypa ata i shku e gjithë, thëmë, kontrollama pak se s'jam i sigurt. Pjesë të në emocion, të në... Edhe e mur, e këshyri, ma dha një sugjerim, tha, falendereta edhe këshit tu. Se... Politik. E kom shti edhe qatë. Politik. Edhe qatë, u banja 5-6 qështu flet, po dola jashtë e para mu shterzoni. Mu desht mu kolli 2-3 herë. Edhe speksyre që kom shkrujt kështu, po du me thonë do fjallë, po që me vështërsi, po shkojnë. Një kur të më letëzo Besim vetë me vete, letëzojnë mare se letëzojnë. Qka e ke marë? Po, edhe tani e kom marë, e kom letëzue pjesën tjetër, ma shlirë, ma pak emocione. Po, qaj rrugtimi që po thu, deri aty kur po vjen të Bina, tash me 100 dilema, a e kom, apo thëmë najsen aty, ju garantoj kanë qenë 300 kamera. Që është problem, që është moment historik? Nuk përsëritet a e dyja? Nuk përsëritet. Edhe, përplot me emocione, po ja dola me kry
atë fjalim, e patëm një dhërat prej këtuet, e patëm dërgu, erdhë presidenti, ja dham dhëratën, bom një fotografit përbash, fotografi historike, fotografi që ka me qëndru kohës për sot të ekziston sporti, edhe fati madh, që kemi pas presidentin Thomas Bach. Me kë jashtëzakonshëm plan parë. Jashtëzakonshëm. Një njeri që në takimin e parë të ma dhonë dorën e qënë gishtin. E thot se isha me Marius Vizerin, po isha të e prit, e kisha lënë ta kem me ta, se ky ka qenë nën kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar atë botë, kur unë takova për herë të parë me te, edhe jurist, po e kesh edhe një ekip të juristave që zgjidhin çështje të ndryshme edhe të karakterit sportiv dhe jashtë sportiv. Edhe të shoh që kë ka më interpretue mas mirëti çështjen e komunitetit ndërkombëtar. Se do të thonë shteti i pavarur dhe i njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Të tjerat veç një dy, po kush e njeh shtetin? Komuniteti ndërkombëtar. Komunitet ndërkombëtar është organizata e Kombeve të Bashkuara dhe nuk diskutojshin më, e unë të isha qëto me zbërthyj për një njeri u tillë, kur erdhi Marius Vizeri, thotë çka po pretëm, edhe ky mik i madh, joni. Shumë. Sa herë ka qenë Kosovë, e kapi për qafe, thash po e pres Thomas Bach. Tha një, thash unë një, po se dje jam një, tha okay, po të prezantoj. Unë edhe nuk vënoj shumë me sekretareshën e vet, po aferohet, po fol me Marius Vizerin, po përshëndeten edhe Mariusi po thot Besim Hasani, edhe unë po i them presidenti i Komitetit Olimpik. Thomas gjatë dorën. Kam që me bo nëjë farë filmin, që të skenë, se është interesant. Tu zgjatë dorën. Pak para se me prek dorën e tina, në e qënë dorën. Nuk u zënë me qujtë Komitet Olimpik të Kosovës. Unë e disha saksisht këte. Ti mund është me qujtë organizatë sportive, që ka për qëllim një ditë me u bo Komitet Olimpik i Kosovës. Vetëm kur të një është i në komitet. Edhe veç u këthuj ka Vizeri, flasin, e kom lutë zotin më qelë, to ka me mbërlu. E tani 100.000 ide, por ka daldale, kur për shumë. Paka shumë kisha ndigju që në zgjedhjet e ashme këj ka shënë mu bo president. Po qka vynë mu me ujdhnu me ta? Kush jam unë me ujdhnu me ta? Këto tash do të me marrë me të mirë. Në takimet e ashme, sa heri më taku me te? Veç i kom thonë, unë jam Besim Hasani, presidentin një organizate sportive që ka për qëllim një ditë me qenë Komitet Olimpik Kombëtar. Keshke dikur për qafe e banën një afërsi. Edhe në fjallën e tina, para se me marrë unë e fjallën, e thot kush e dëgjon me vëmendje, e thot, tash e tutje, mundet në me qujtë Komiteti Olimpik i Kosovës. Para se me përfundu bisedën, edhe dy pika shumë të rëndësishme du mi prek se janë me rëndësi me u dëgju. Lobimi. Sa gjatë ka zgjatë lobimi dhe sa variante i ke përdorë për me hi në vende ku s'ke mujt me hi. Kam lebuar plotësisht 18 vite. 18 vjet. 18 vjet lobim që ndoshtë që thuhet edhe me pa një dritë në tunel. Asë që e dritë në tunel nuk u ka. Jemi kanë si pa busu. Një ras pak ma ekstrem, po ta them edhe për ty dhe publikën, po edhe për ata që më dëgjon. Shkojsha me paret e mia. Po. Të familjes. Edhe tash, normalisht, ishtë një farë rendi shtëpijak, me qitë në renditet, që kemi bërë gjatë kësoj periudhën mes dy mbledhë dhe që ka do të ndodhë. Edhe në mujtë e arshëm, edhe të tregoj ka me shkuë në Lozanë, shtu me taku. E mor një anë i fjallën. Tha, po qka vre kja me shku veç me ban një foto? Ashtë më falë. Ashtë normalisht që ku shkoj unë e bëj foto, unë e qaj dhërota. Unë e leboj, edhe jem të shku me paret mija. Nuk kam pare me ta pagu edhe ty me ardhë. Nëse ki pare, që ku o bordi këtu le të vendos me ardhë. Unë e ka një synim.
edhe për tregoj rastet ma ekstreme, edhe ke pas në anën tjetër njerëz që të kanë thonë gazetare, që të kanë thonë lumbre, sponale shkorë. Në thonë, 10-15 herë gjatë një viti, unë im kanë në mesin e njerëzve vendimarës, kryetarët të federatave, antarët e IOC-s, të Komitetit Olimpik Evropian, e kështu me radhë, edhe forma që shkum hi, është vetë, ma të ndryshme. Ndështë është tërë dësene mi kalëzu që kum hi ka s'do të me hy. Por shumicin e rasteve, i kom gjetë mishtë, më thonë, thërëm si guest, si musafer, me shku, dashtaj me dalë, me mprit mua aty, me mush një formular, me ma dhonë një begjin të përkoshëm, akreditim, edhe tani është ma e lirë, po kjo do të më bo 10-15 herë në vetë, 18 vite me radhë. Dhe me thonë, pak do të me qenë crazy, pak, edhe mos më nalë, po... Me dasht në realitet shumë që atë sëllim. Kur nisësh në diçka, edhe kur për qyri se jam të i qitë do pika, me bo nëj libër, nëj memare, kështu krejt, edhe po e shoh që krejt ajo veprimtaria jam në çdo fush, kur kom hy dikon, do më thosh, pa e mendu ato, po jem dalë si maj miri. Edhe veni këtu për me numru, do më thonë edhe në fusha tjera, e një për tyne është, do më thonë edhe këj lobimi 18 vjeçar, që ka qenë një strategjisën, një prej kushteve me kartën olimpike, ka qenë spari më njohë 5 federata olimpike nga federatat përkatëse ndërkombëtare. Edhe u bë strategjia për këtë. Në tavolinën time të punës, i kanë pa krejt kolegët e mi, kanë qenë statutët e federatave ndërkombëtare, krejt, sidomos ato fletat për anëtarësim. Edhe i kom pas federatat ku s'kan shansa mu pranu. Federatat që kanë shansa dhe federatat që janë më të lehta. Edhe në këtë drejtim, të federatat që ishin më të lehta, disa nuk ekzistonin në Kosovë. I themelonim. E bëjsha marrëveshje, takojsha presidentin ose presidentin e Komitetit e Federatës përkatëse ndërkombëtare, edhe thësha çka mujna me bëna në Kosovë se s'kemi infrastrukturë, s'kemi trajner, s'kemi sportista, s'kemi kur gjë. Me kriju. Por po të garantoj që kem me përhap këtë sport, tu i tregu video, tu i qitë në për televizionin, në për gazeta, në për portale, e kështu me radhë. Edhe kemi informu që ata pak ma dashake që ishin, thëshin pe i bënd për vota. Ato s'kan qenë për vota, ka qenë ekskluzivisht për me plotësu qitë kriterin që 5 federata. Na e dolu me ba dhe ma shumë federata e pare njohër, ka qenë federata e ping-pongut, unë kam qenë me delegacionin e ping-pongut, pastaj pak me do modalitete u pranu federata e handbollit, në 2008 u pranu federata e peshngritjes, pastaj federata ka qenë e judos, e pentatlonit modernit, dhe federata tjera u ban disa federata që më shërbenin pastaj, do më thonë jo vetëm 5, por kemi edhe ma shumë federata, por s'do të harruar suksesin e judos. Është kulmi. Suksesi i judos, do më thonë, e ka bo ndoshta trysnin më të madhe në ta se që ka me bo me rezultate. Një kohë me linda kelmendi para lojrave olimpike Londra 2012, kishte pika për Kosovën, për të kvalifiku normën olimpike, edhe për Shqipërinë. Edhe kjo vendos, marrëveshje me neve, me ministrin Krasniqi, vendosim që kjo të kërkon me flamurin olimpik, që të ma vonë me na u kthye kjo medalje për ne. Edhe qika e bani me plot dëshije, vullnet, edhe shqirtu kjo kërkes, mirë po, ata e kanë zgjedhur rrugën më të lehtë, rruga më e lehtë me marrë pjesë për Shqipërinë. Edhe, tash, po do të këto për veç fjalëve të mira, ka pas për Shqipërisë gazetarë që kanë shkrujt, s'ka dash me fitu Majlinda në lojra olimpike. Adin, dhe në dhimbje. Irrituse, dhe në dhimbje. Edhe në fund, menoj është një farloj
shpërblimi edhe për sakrificën mundin, edhe arritjet që mbo në nuheqen tuaj, tash po dihet 5 medalje olimpike i ka Kosova fal pranimit, është urdhri olimpik. Që ajo është. Urdhri olimpik unë kisha dëgjuar në ditë vetëm therrën prej IOC-s. E poshtë janë prej IOC-s, i shënoja kabineti kur më thërshin kështu. Edhe u lajmëru në zoj atje dhe po thot emailin tonë. Shpoj, keni një 3 emaila, ja 8 çanaj emaile se presidenti po don me ta dërguar një letër. Edhe ja dërgoj njërin prej emailave të mi, mas një 10 minutash, e shat prej Thomas Bot, edhe shkruan aty, bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka vendosur me ta nda urdhrin olimpik për kontribut të jashtëzakonshëm lëvizjen olimpike, bla bla bla. Kisha dëgjuar për urdhrin olimpik. Por jo me ditë sakt. Asnjëherë sakt sekundit. Çka nuk kupton? E tash, mas i erdh kjo, hina pak me ulëmtu, letë u bo, edhe shoqë, çmimi më i lartë që e jep lëvizja olimpike ndërkombëtare. Krejt njerëzit që punojnë, liderët e ndryshëm, që punojnë në për federata kombëtare, Komitete Olimpike Kombëtare, që ka deri 200 federata që i kanë shtetet, e evropiane, kontinentale, e vetë në IOC atje antare krejt, ata për një vetë zgjedhin një njeri, 2, ndoshta kur mbahen lojrat olimpike, aty këshillit organizativ dinë edhe 3-4 se punojnë 7 vjet për një objektiv. Sakt. Edhe ata po më zgjedhin me ma dhanë mu ç't medalje. Erdhi koha me ma dhëru këto në mënyrë solemne. Do këtë koha vizioni e ka qitë radio. Edhe vjen ulemi atje, unë isha kështë thonë bashkë me gruan me shku, isha unë sikur në këton, të mas bëhë këtu edhe gratë që ndronë në nanash, si pas protokollit, edhe dikur, do shta edhe me thuj qetësin, do shta edhe unë të shique krejt ato figurat qëndrore, të lëvizjes olimpike, po më thot, aja di vlerën këti çmimi, po thash kum lexu, aja di vlerën, kontribut të jashtëzakonshëm. Ky çmim është ekuivalent me çmimin Nobel. Ky çmim është ekuivalent me çmimin Oscar. Me që i dhon institucione ndryshme. Lëvizja olimpike nuk ka shpërblim më të madh se sa urdhri olimpik. Edhe këtë fjalë ka. Mendoj që kanë me kalu edhe 100 vite as në rajon kush s'ka me mujt me fitu. Do më thonë, një vlerësim i jashtëzakonshëm i qati rrugtimi, i jashtëzakonshëm 18 vjeçar, por edhe i përpjekës për realizimin një premtimi tjerë kur erdhi Thomas Bach në vitin 2015 me vizitu Kosovën, do më 6 muaj pas pranimit, edhe bet shumë i knaqen. Edhe unë të shku për aeroport, ishëm ullër bashk, me një autobus erdhë veti 12, mor pjesë në vrapimin e fëmijëve të pavarësisë. Edhe, president, unë tash e tutje, jetoj, ty kur mës me të zhgëny. Kur kush mës e muj ty me të ba me gesh, që kujna i ndihmove. Ta qëruni, qka pashëm kesh shumë i knaqen. Tash ja, edhe diçka koment. Du me ba Komitetin Olimpik të Kosovës njërën ndër 10 komitetet olimpike më të mira në botë. Nuk ka këthy. Mos të lutem. Pse? Ti po do më shty me komitete olimpike që ekzistojnë që 120 vite? Pa di sa dia është e akumuluar. Nuk di si më ka ardhur aty për aty. Po, thash, o president, po në qoftë Driton Kuka me Majlinda Kelmendin mendojnë në Rio me marrë medaljen e artë 2 njerëz, po pse unë me 15 njerëz mos më me dha Komitetin Olimpik. So go for it. Edhe më rrej shpinën. Edhe kem punu ta garantoj sa 4 komitete olimpike bashkë. Nuk ka pas ditë,
kemi pas kushtrimin e kemi marrë për media kushtrim Krasniqin. I pa ta thonë, çdo ditë na do të më qenë dikun në këto rrjetet. Po tha, se a kem për çdo ditë material. Tash kemi këshir ditëlindjet kur kanë lind. Po është datë një kampionit të Evropës, me thonë e ka sot ditëlindjen edhe mja kthymja numëru rezultatet. Leçi çdo ditë u çetke, po çdo ditë ndoshta nga 2-3 lajme kanë dalë edhe lajme punë burrit ose veç i marrshëm këshirshëm çka janë të bëjë më mirë te komitetet olimpike, edhe ideja e parë që më bënte është me bë më mirë se ata që e kanë bërë tradicionalisht. Kanë thonë të na myte, po jenë pagu ferë. Kanë pas paga 2 fish më shumë se sa në Ministrinë e Sportit, sepse edhe Ministria e liroj strojsin a gjepin a qysh me thonë, po gjatëm edhe sponsor. Veç ma Betexin e këna pas me 180.000 euro në vit, edhe normalisht ishte një komoditet, edhe për udhëtime, edhe për me zgjedh më të mirë në Kosovë. Edhe kriter ka qenë në fushat strategjike, do më thonë me arë si drejtor aty, njerëzit me përvoj mundësisht më të mirë në krejt Kosovën. Edhe tani thësha, do shta bëret djali juj, vajza juj është më e mira në Kosovë. E po qysh se ka përvoj. E kush ka me mësu në qëto fusha? A i do të me kry punën. Edhe ja kemi dalë pat njëfshëm, por me i pru njerës që do ditë përbes më do këshin sikuroj që s'kesh punë që se kryshin. Adin, do me thonë, kishin tani fillun me mendu në njërë kreative, krejtë se kishin vullnet, ishin pagat e mira, po sot mesatarja në Kosovë është përgjysë në raport me pagat që i kanë pas. E veç që këmë dyfishu e pagat e tyne, se veç që ashtu e disha edhe, këto e mësova sa isha në qatë me mosin, masterin ekzekutiv për menaxhimin strategjik të organizatës sportive, kur bisedoj për burimet njerëzore, ka qenë në Indian 80 kusurve vjeqar, po im pret, edhe për thot një këshill. Thot, fillimi zbatimit të strategjisë, të objektivave strategjike, fillon me burime njerëzore, ma taftat, njerëz me vullnet, me ndje hapër, e tjera. Edhe e mora, e kopjova të lartë, edhe erdha zbatova në Kosovë me përpikri. Besi Masoni, ishte kënaqësi me diskutu për një datë rëndësishme me kjo dhe për detaje që unë të pak të një dëgjova disa për këtyre për herë të parë. Faleminderit shumë për mundësinë.